Besoni që ju jeni nga burrat e shtetit që për këto vite e keni, si thuaç, të quar tek qytetarët e këtij vendi? S'do bëj kurrë që të komentoja për masat e figurës time. Në asnjë rast. Pra janë qytetarët ata që gjykojnë për masat e figurës një njeriu që shërben në administratën e lartë të këtij vendi. Unë gjithmonë kam shërbyer dhe vazhdoj shërbej me modesti. Ky është misioni dhe nuk besoj që të jetë një moment i një pozicionimi psikologjik kur njeriu shihet ndryshe nga çka qenë dhe ç'është. Dhe çdo të jetë, sigurisht. Njeriu do të ruaj konstantë të tij, parametrat e karakterit të tij, për të cilat ai është futur në politikë, për të shërbyer njerëzve të shoqërisë. Nuk besoj që të jetë futur njeri me dhunë në politikë. Njeriu futet në dëshirë dhe futet sipas qëllimeve që i ka vendosur vetes. Unë besoj që i kam vënë qëllim vetes që të shërbej Shqipërisë dhe bashkëkombësve të mi kudo në çdo pozicion. Simbolika e sofrës. Realisht edhe bisedën e sollën tek sofra e kuvendeve o gjaku i kuvendeve. Shqiptarët përgjithsisht normote, çmote e kanë patur këtë don. Kuvendi kanë pas me rende të tjera me radhë. E solla për këtë fakt kanë nevojë shqiptarët për një pjekuri ndryshe politike, kanë nevojë për njerëz të urtë në politikë edhe në drejtim të institucioneve të shtetit dhe a mendoni ju se diçka do të ndryshojë këto vite? Shqipëria, çdo vend natyrisht ka nevojë që të ketë çdo mjedis ka nevojë që të ketë njerëz që të demonstrojnë urtësi. Kjo sigurisht nuk bëhet në mënyrë të imponuar, por është nevojë e shoqërisë tonë që vërtet të jetë larg tensione, të ketë më shumë i kuptim dhe arsyetim racional për të gjitha gjërat, sepse njerëzit e kanë të nevojshme dhe Shqipëria e ka domosdoshme. Unë besoj që vetëm në këtë mënyrë ne mund të arrijmë atë standard që kanë shoqëritë e konsoliduara europiane. Tradita është e jashtëzakonshme. Pasuria që vjen nga shekujt është e jashtëzakonshme. Pasuria një vendi nuk e jep thjesht një ndërtesë e lartë apo e ndërtuar në mënyrë të bukur. Nuk e jep thjesht një rrugë, sepse kuvendi i burrave është bërë edhe atëherë kur nuk kanë ekzistuar në këto standarde, këto që kemi sot, por asnjëherë nuk ka munguar urtësia, pjekuria e këtyre njerëzve, të cilët realisht kanë bërë një histori për komunikimin e tyre dhe duke i dhënë simbolik kësaj tryeze, kësaj sofre, e cila nuk është thjesht një imazh e ndërtuar prej druri apo prej guri, por rreth saj janë thënë gjithmonë mendime të mençura. Është zhvilluar ajo vatër e nxehtë e patriotizmit dhe kemi arritur që të mbijetojmë si kombë dhe sot jemi krahas kombeve tjera qytetërore. Kjo është një gjë e madhe që vjen nga tradita.